Tash këtu në studio që pat, kemi do mysafir shumë të veçantë, i kemi nga shkolla Suksesi, edhe këta shumë shpesh na bojnë nder në studion tonë me këngët e tyre, vinë bashkë me mësuesin e tyre Freskim qyshe, mirë. Keni pas tash angazhime për Fest Flamurit, keni pas djeni festival? Po. Keni marrë pjesë? Si fillim për falenderoj për ftesën, njëkohësisht më lejeni që t'jaroj gjithë shqiptarëve në korën botës festin e 28 nëntorit, që është një ditë historike për mbar popullin shqiptar. Dje kemi marrë pjesë, dhe kena pas ftesë nga festivalin e Skënderaj, që është një festival bukuri me vite, bukuri gjatë. Kemi marrë pjesë me një këngë nga Liana dhe Renesa dhe në interpretim të instrumenteve nga nxënësit tonë. Kena kalu tepër mirë, na kam pritë shumë mirë, ka qenë pritja e ngrëht nga stafi i komunës së Skënderajt. Ka ato po shpresoj që do ta fitojmë në një çmim, se sot është nota finale. Apo? Se me datën 26 ka qenë nota e parë, me datën 27 nota e dytë, edhe sot është nota finale, po besoj dhe po shpresoj që nuk do të kthehëm pa çmim. S'do të ktheheni dur thot. Mirë shumë, a janë këto gjitha instrumentet të cilat i mësoni në kursin e juaj, do të thonë çiftelia, sharkia dhe daullja? Ka dhe instrumente tjera, është instrumenti pianas, është që mësuna për sele këndim koral, flaut, tarabuk, edhe këto instrumente që janë këto domo çiftelia, sharkia, daullja. Këto janë ato instrumente. Çu ke emrin ti? Renesa. Ha? Renesa. Renesa, a performon edhe në instrument tjetër apo veç në çifteli? Muja dhe piano. Edhe në piano, a? Cilat të pëlqen më shumë? Çiftelia. Çiftelia të pëlqen më shumë, a? Okej, çu shkalove dje në festival apo të kështu trem nervoz? Pak, a? U tutë, dhe më thona, o dridhëshe pak. Unë u dridhëshe asar dersha me këndu, para publikut, edhe s'di ende nuk e kam mujt atë ndjenë, dhe më thona, nuk e kam poshtë ndjenën e frikës. Po ka njerë më dokët, ti që ke emrin? Unë e Liana. Liana më dokët që frikat një mon, ka njerë me performu ma mirë. Mu koncentru ma shumë. Ti a ki frikë kur del para publikot? Dje nuk më pas frika as pak. Apo? Për deri se kom thonë mësuesin që më ka thonë mirë, më heq. Mësuesit ka thonë mirë. Okej, a performon edhe ti në piano? Po ma shumë ka çiftelia. Ma shumë ka çiftelia. Pas ka çiftelin shumë bukur, pas kam dizajnet të ndryshme në vërtet të çiftelis. Renesa e ka bile këtu në herë, kemi pas çifteli vetëm me këtë dizajn. Dikush më pa thonë një skulptor, tash ati i besoj, më pa thonë që kjo dizajn është si thuni i Shqiponis, a qështu diçka, për nuk e di sak në vërtet, kurse kom ditë çfarë është kjo dizajn, për qështu kom dëgju s'paku, a ma atë në këtë kom, çiftelia. Qështu, që pjesë? Qështu, ka të vjen malet, a? Qështu, a? Okej, bukur. Kjo është oktava, apo? Të dash me majtë mësuesin, me majtë mu një kurs. Në gitarë si bi, çiftelis veç kur kom qenë i vogël sa jo, edhe nuk është që kom ditë në ajsan, opa, gati e? Si më shova me thu, gati si gitarës. Në dalim që e ka gitarë e çiftelin, e ka që këtë dridhë se në ka ma të but, ka gja ma të but çiftelia. Unë e pe kam shtirë me majtë në kom, si po më lëshet. Është konga oj mulle kuqe, do këtë e kom ditë hezdias kush e kënan. Faleminderit shumë, në të vërtet që ma jape çiftelin, edhe pse nuk të pyta heqve që mora. E kemi dizajnet ndryshme, tash do më thonë, bëhen edhe me Shqipojnë, edhe e qenë ka dizajni veçant, pak si ktheje pak ka kamera, pak si i art. Edhe këtu e kemi edhe sharkin. Ti a performove dje? Po? A gabove në Ajsan? Nuk i dihet. Nuk e der heq? Dhe më thonë, kur të ka të regu mësusi, mësus, a kaloj mirë dje performansa? Mirë, perfekt. Ka qenë performansa e mirë,
ata muzikonta do më thonë munën me ditë më mirë ka pas zona 2 të konga që së dhe kena me ndëgju live. Ndërsa Reisi që po e pyta ka gabu, nuk ka gabu, po me Çifteli ka luajtur terca, se ti po e di që e kuptojnë. Unë gjatë interpretimit, po sa mundu edhe me ndëgju live. Do të thonë e ka mbajt harmoninë, do të thonë këto e kanë pas zonin kryesor, derisa terca është me mbajt harmoninë, sikur këndojnë 2-3 zona, edhe ata back vokallat, zonat mrapa, ja mbajnë tercën që janë 3 nota më të larta. Po aty tani ka terca të vogla, terca të mëdha, varësisht domethënë se është në çfarë shkolle punojnë. Çu ke emrin? Orges. Ty s'pyeta për emrin hiç. Reis. Orges, ti ke dalë prej Çiftelisë në Sharki? Po, për Çiftelisë. Për Çiftelisë në Sharki. Tash atë pëlqen më shumë Sharkia? Më thonë drejtën, po, Sharkia... Është pak më e komplikume, a? Pak më e komplikume, zonit shumë pëlqen i saj. Po, shumë e ka zonën e mirë dhe i ka 5 tela. A këndon tash edhe, a jak nisë edhe me këndu me Sharki? Me këndu, jes. Jo, a? Të përdojnë veç performant, nuk e ki me andin më bo rapsod si... Pa i korsi djetë, nashta, bona. Si i madhi Bajrush Doda e Riza Blaca, që janë të jashtëzakonshëm. Këtu e kemi edhe një çiftelista, ti dhojmë çiftelist tjetër. Si që është e? Anuar. Ha? Anuar. Anuar. Do këtë kemi pas në Mahiret në studio, po? Po. Po, kështë jenë edhe Mahiret. Ti a i bjen pianos? Ja. Ja, veç çiftelis. Po. Ani, a kënon? A kënon a i kësh për juve? Jo, a? Ju dyja? Djenë ty vojzat po. 2 vojzat po. Bukur, bukur. E kemi këtu edhe një daulist. Që ke emrin? Ajan. Ajani me daule. Ti ja performon instrumente tjera, veç daule? Në Çifteli dhe pak në piano. Pak në piano, okej. A i ki provu dhe këto daullet e muzikës rock, në herë? Jo, a? Veç këtë daullen tonë shqiptare. Mirë, që kanë me nga performu sot? Që ato që e kam performu dja? Kongën që kam performu në festival, ato 2 vojzat kanë me këndu, këta djemë t'janë në interpretim. E qështë është puna e kongëve folklorike, populore, dhe më thonë, a performojnë zakonisht, a kryonë edhe kongë të reja tash, apo janë veç kongë të vjetra, kongë populore? Po, dhe më thonë, ka dhe kongë që interpretojnë, i kryojnë, i kompozojnë të reja, mirë po ka dhe kongë të vjetra që interpretojnë, që i ka kënu dhe më kongëtartë në kohës më të hershme. Kush shkruan tash, a ka shumë autorë që shkruajnë kongë populore, po them edhe folklorike? Saktësisht nashta me numra ose me shifra nuk mujmë ditë, po e di një që ka, po. Do të thënë, dallimi, e dallojmë populore me folklorike, populore janë edhe këto që i knojnë për shembull Shkurtë Feza, Shyrete, Beluli, Kreta, apo edhe ato ngjehen si folklorike? Në farforme, nashta mundën edhe ato me hinë në zhanrën e muzikës populore. Mirë po këtu shumica që janë muzikë tradicionale janë vetëm me Çifteli, me Sharki, do të thonë violina, harmonika, daulja, këto janë instrumente që mojtër me podën zonë sa dje që në këtë festivalin e Skënderajt do më thonë nuk morrin pjesë për arsye se llogaritën si një lloj muzike popullore. Do më thonë djenë festival që kanë morë pjesë kanë qenë vetëm Çiftelia, Sharkia. Instrumente të tjera nuk... Edhe daulja? Jo, ja daulja nuk ka qenë prezente. Aha, okej. Ky djali nuk ka marrë pjesë, ajoni. Nuk ka marrë pjesë dje? Okej. S'ka qenë vetëm Sharkia, Çiftelia. Mirë shumë. A pe performojmë kongën, pra? Po, patjetër. A është tash edhe me daulle apo jo? Po. Tash po. Okej, do më thonë sot e pas kemi edhe matë veçantë, masi është me daulle, tash shohet në kom. Ku përdo me qëndru? Hajde. Do t'je kjo
kujtu se m'gjim pranvera, tu I punu në dhena tjera, tu ka du nga I në njëra, aj mu jetë zina. Bravo. Shumë mirë. S'kam kujtu, që shkojmë në konga? S'kam kujtu se m'gjim pranvera. Se në qelë pranvera. Okej. Bukur E ka shumë. këndu Shaqet Cervadiku, këngëtari Po, I njohur. po, këngëtari një orë Shaqet Cervadiku. Këto e keni performu ndje? Po, këto kena performu në festival. Sa pjesëmarrës ka pas, ka qenë festivali madh, ku mbohet në Skëndera, ja? Bashkë po në Skënderaj, në qendrën kulturore artistike në Skënderaj. Ka qenë bajke, ka pos pjesëmarrës i shumë vende. Ka pos grupe që kanë marrë pjesë për Shqipërisë, Maqedonisë, vendeve ndryshme. Po kryesisht kanë qenë nga Kosova. Okej. Bukur. Kur tash jeni kursin e keni sa njavë takoni me nxënësa, me këtë grup, çfarë lloj kursesh keni aty? Ato zakonisht për një grup, domethënë kanë 2 herë në javë. Mirë, po me këtë grup dëshira tyne e madhe që me qenë pjesë e kursit, domethënë vazhdimisht tuja 3 herë në javë, 4 herë në javë vinë, domethënë bojna prova, e nëse kena festivale ose programe ose koncerte, bojna edhe më shpesh ushtrime. Mirë, po kryesisht 2 herë në javë që kanë për një instrument caktuar, se varësisht tash për grupit edhe për instrumente. Te vetë qysh je drejtu, të më thënë, ka muzika popullore, a prej fillimit edhe te ke fillu me Sinqerisht, muj me tregu që edhe unë jam konë ka muzika popullore ma shumë, ka muzika folklorike, se prindi jam ka qenë instrumentist në violin edhe kena performu në instrumente tradicionale. Djetë regojsha këtyne edhe unë kur kam qenë moshën e këtyne, ku morë pjesë po të njëjtin festival, para shumë vitesh. Do më thonë, kom fillu me instrumentin e qiftelis, masandej për dëshirës të madhe kom vazhdu edhe shkollimin, do më thonë, në shkollën e muzikës, në Mitrovic Teksta Tashko, masandej kom vazhdu fakultetin, edhe tash do të vazhdoj edhe masterin në muzikë. Okej, dhe masterin do të e drejton në muzikën folklorike? Jo, muzikën klasike. Klasike? Okej, me çfarë instrumenti përfundon? Klarinetin. Në klarinet? Instrumentin e klarinetit. Okej, mirë, se klarineti përdoret edhe në popullore, këgja shumë? Në popullore, në muzikë klasike. Po. Në shumë zhondrat muzikës përdoret. Për shkak të shtrirjes gjonë diapazonit, ambitusit nota, do më thashtë, frekuentohet në shumë zhondrat muzikës. Po. Tash po përdoret edhe saksofoni shumë si zavendësim I klarinetit. Po, nuk e ka për arsye të se njëjtën. thuja gati ka ngjashmëri për kauna e notave, tingujve, renditja e gishta. Se me po thuj se ndryshojnë komplet. Mirë po për kauna e renditja e gishtave, vendosja dorës, do më thashtë, është e njëjtë. Përdoret shpesh. Veç obon se kom pa të përdorë në popullore, dhe më thonë se është ndryshe. E këgja ndryshe prej ma shumë përdoret muzikë klasike. klarinetit. Qka keni me përfumu tjetër? Qa ka me përfumu? Konga tjetër e radhës është e Renesës, Renesa Lilaj, në kongën Kosova e Ademi Asharit. Dhe më thonë, veç ki me këndua? Po. A të vjen malet me këndu në koma, ullën? Ha? Në kom, mund është më qu nëse dënë. Hajde, mund është më qu. Edhe tash, a me nejtë në qëtu ajo, se mësë mi pengoj veç të nejtë. Hajde, po rriqë të prado, ne? Okej, pja fillojmë ajen me instrumente? Po, hajde. Muri
Bravo. Sa pika I kemi krejt sot? 3, edhe një pikë tjetër. Vetëm nëse keni dëshirë munu edhe tjera. Ha? Mirë po kryesisht 3 kim. 3, okej. Çfarë do të këndojnë tash? E kanë ditën e flamurit, do mo që I përshtatet edhe festes, që e kemi këna lo për fund. Okej. Shumë mirë, Do mo shumë këto mirë. kanë me kënu duet, bashkëpunim. Okej. Renisa me Elianën. A keni qenë në Vlorë? Jo? Kush ka qenë në Vlorë? Ndoshta ta qenë ka një plan, ndoshta mundet edhe freskimi, me organizu një udhëtim në Vlorë edhe me kënu atje tamam ku është ngrit flamuri prej Ismail Qemalit, më thonë është një qytet shumë I Po bukur. besoj që këta e di nëse ja bo pyetje. Me cilën dot. Me cilën dot? A e din anar? Sot, me 28 nëntor, pra 1912, para 113 vjetëve është ngrit flamuri në Vlorë, po është mirë me shku me patje shtëpinë e pavarësisë dhe me pa qytetin e Vlorës, edhe plazhet I ka të mira, edhe pse nëse shkoni dimrit, tash normalisht s'mundeni me u la. Të dhore pas këtë edhe një kongë për flamurin tash. Të dyjat keni me kënu? Kush e ka tash zonin kryesor, kush e ka përcjellën? Të dyjat e keni tash. Një strofë, një strofane. Një strofë, tash I pas këtë strofat e ndame. Okej, hajde bëja fillojmë. A do një më qunë kom? A do një me najt ullë? Qika po, valla. Hajde. Qashtu. Ditën e flamurit në një shtëpi të ngjitur, njëna kosovare e kish marrë një ditër, e
Freskim, a e gjithë nethe kur performojnë? Kështu me këshyrë mos po gabojnë ose diçka në stres? Po thyrë se shumicën e kohës po. Dje, po harrojta nuk e di cili pin zonë, sa mësu sa mund shumë na bo video, thash, o ikë se man stres jam se jo. A në ndoshta me të shti, ka thashtë ta ekstresin, se kur bërë video të një ti menon për punën tonë, edhe nuk stresohesh. Mirë, bukur, faleminderit shumë që ishit me neve, edhe në emisionin e sotën, edhe që na keni zbukuru emisionin, do këtë pjesa ma e mirë e emisionit sot që e kemi pra ishte kjo me... Me shtu edhe diçka? Mund është me shtu. E falenderoj familjen time që më ka përkrahur deri në këto pika dhe Freskim Sholën për këtë zë. Deri tani. Faleminderit shumë për urimin, faleminderit krejtve që deshna me ju pytë edhe diçka, me na spjegu Freskimi, edhe pak për ata që nuk e kuptojnë shumë muzikën folklorike, dallimin në mes qiftelis edhe tingullit, nështë mi shti vesh me performu diçka vesh sharkia, të njëtë njësen me bo edhe qiftelia, që me po të amon shikus dallimin mes sharkis edhe qiftelis. Ose këta që e patën tash për shambull, nëse kenë notat e njëjta, se më duket aja tja e patë tercën, apo jo? Pat manal? Ja, tingujt e njëjtë, vetëm se nështë në gjyra zonit pak. Gjyra zonit. Asë mund të që performën e ke manal, po a mund është me bo qatë njëjtën që e bo në për shambull në sharki në një pjesë të kongës? Mundën edhe atë melodin që bë me sharki me bo dhe rejsi, me qifteli. Po, hajtë veç bëne veç vetë me sharki, ta shojmë edhe dallimin mes sharkis edhe qiftelis. Ma shumë. Bravo, shumë bukur. Sharkia më duket tingëllon pak ma shumë, masi ka ma shumë tela, edhe është pak masi ma orientale, apo jo, se qiftelia. Deshta me të regu pak qiftelia quhet qifteli për arsye se ka dy tela qift. E këto e bandë më tha ndryshimin se qiftelia e ka dy telat, qiftelia tradicionale, s'tash ka dhe me 3, një po qiftelia tradicionale është me 2 tela, ndërsa sharkia i ka 5. Edhe zonën e ka ma kumbus, sharkia mund është ma shumë një farforme me mbajtë si harmoni me sharki, akorde, ndërsa qiftelia e lunë ma shumë pjesën salja. Më kjo më i me thonë që është ai ndryshimi, se ai dallimi. Tash a mund të dikush me bua dhe një melodi me qifteli? Po, hajde rejs. Hajde. Bravo. Ja keni njës taj kësh për juve me mësu dhe gitarën a ju? Po a? Po që një javë me po marrë një, po mundu në me mësu pak. Okej, akustika apo kësi... Klasike. Klasike, ta mund spanjolle. Me klasike është mirë, me ja fillu se ka qafën ma trash. Rëgjesi si fillim, do më ka fillu me qifteli, tash ka kalu në sharki, tash po ka dëshirë që me mësu dhe gitarën. Po dhe mirë është këto, të më thonë, sa ma shumë instrumente që dine është ma mirë. Fiks. Gitarja është këgja, të më thonë, interesante, komplikume, po aty mundin me bo dhe sande populore, dhe jo folklorike, po populore, rock, jazz, edhe këtë gjanët e muzikës, dhe tash mas e pas ke klasikën, mundin është edhe muzikë klasike, edhe pëse është shumë instrument i fështirë në qëta aspekt, kisha me thonë. Mirë, faleminderit shumë për që ishit në studio. Shihemi prapë në 7-7 shkurt, ose vini prapë më nejnë në televizionin tonë. Po më vishë të qka më shtu nëse bënë. Po, mëre? Po i falenderoj se televizionin po aty
personalisht që na bën një ftesë, dhe më thon jap një hapësirë trive që me dalë, dhe më thon skill, me performu, edhe me ndik ta veten më të sigurt, edhe me dhon motiv që në të ardhmen me mos me harru këtë zhondër, edhe ju kisha këshillu të gjithë trive që me u merr sa më shumë me muzikë, po veçanërisht me muzikë folklorike, që mos me harru vlerat edhe traditat tona. Kështu që unë falenderoj këta nxënësat që nuk e harrojnë vlerat e traditat tona popullore. Faleminderit shumë nga ju. Freskem, faleminderit dhe nderi është krejt i janë, dhe që ju kemi këtu në studio për festa.